Përshëndetje miq, jam me një poet, një shkrimtar, Munir Dali Hoxha, nga Dibra. Jemi këtu në Slatin. Kemi ardhur engas, poeti i ka kushtuar ca vargje të madhe të fare Naim Plagut, i cili i përket kësaj zone dhe këtij fshati dhe gjithë Dibrës dhe gjithë shqiptarisë. Poeti dashur, për ti fjala mundesh ta shprehësh atë që e ke shkruar me shumë dashuri për të madhin Naim Plagun. Po, faleminderit. Naim Plagu kthehet prap. Pse ka nis vajin burimi? Pse ja merr Slatina gjamës? Pas ka ndalë frymën Naimi, ka pushu bilbili kangës. Kanë ardhënësit me të pa, gjithë artistët janë mërzit. Shkoj Naimi e në la, derdhin lot dhe poezit. Jo, mër jo, s'është e vërtet. Do jetë ren, a do jetë fjallë. Naim Plagu nuk ka vdek, se në këngë ka mbetur gjallë. Nëse doni të atakoni, gjeni në histori, dhe në këngët që këndoni, aty mbrënda është ai. O korap, ma bën havall, nuk e bënë mirë, o mik, se këta burra ka ishtë ramë, zduhet me ilan me ik. O Dibran, gjithë sa jeni, Zoti ju ka bo me fat. Ajo prenda për floriri e ka djepin në korap. Në gjithë Dibrën të kërkoni, në çdo od e në çdo xhak. Këngët e ti, kur të dëgjoni, Naim Plagu kthehet prap. Faleminderit. Respekte.